Është një nga gatimet që mund ta ha çdo ditë edhe të më mërzitet kurrë. E kuptoj që suxhuku nuk është diçka kaq e shëndetshme, por giza dhe specat janë. Edhe speca vetëm me gizë të ha nuk e kam problem fare. Janë të gjitha këto shijet me të cilat jemi rritur, me gizë, me spec, me salskosi, këto gjëra, të cilat nuk e di pse nuk na mërzitën o njerëz, mbase se dhe nuk i kemi tani në përditshmërinë tonë siç i kishim një herë në një kohë. Po nejse, edhe atëherë i hanim mbase nuk kishim edhe shumë. Edhe sot me që na mungojnë prapë i kemi ziliti shikojmë edhe t'i ham. Tani unë i përgatita me suxhuk sot siç mund të shikoni, e skuqja pak suxhukun, pastaj i hodha specat brenda, edhe giz. Mund ta bëni edhe me qep, neve nuk e bëj me qep, ose mund të hini dhe vezë. Me vezë nuk më pëlqen se mbier vezë, ndaj e bëra kështu të thjeshtë. Shikoni tani. Është e tepër t'u them që hëngra gjysmë kile buke, po e hëngra gjysmë kile buke edhe me turshi në anë. Ciao.